Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim së bashku jufka me pul. Kemi marrë një pul të freskët dhe do ta presim në copa. Marr një tenxhere, hedhim 1 litër e gjysmë ujë të valuar dhe vëm pulën brenda. Një lugë gjellet krip, 2 gjethe dafine, i vëm kapakun dhe lëm të valoj për 20 minuta. Marrim një tepsi edhe shtrojmë jufkat. 500 gram jufka, ,100 gram gjalp dhe vëm copa sipër jufkave. Dhe tani jufkat me gjalp i kemi gati, do t'i fusim në forë të para ngrohur për 10 minuta në 220 gradë. Hedhim një knorr që të dalë lëngu i pulës më i shishëm. Jufkat janë gati. Vëm copat e mishit sipër jufkave. Dhe hedhim lëngun e pulës nga sipër. Të gjithë lëngun. E fusim në furrë dhe pjekim në 220 gradë për 35 minuta. Dhe tani është gati. E servirim në një pjatë. Unë i kam hedhur edhe parmezana nga sipër, kjo është sipas dëshirës. Të dashur miq, kjo ishte receta për sot. Shihemi në videon tjetër.